shqiptarve, ndërkohë që Rama është kryeministër i takon merret. Po, unë edhe pse jam këtu jashtë shtetit, unë prap atë cittadinancën e Shqipërisë, atë që jam shqiptar, nuk e kam heqe, kam pasaportën. E ke pasaportën? Bravo. Unë edhe fëmijët, jo ato që janë rrit, që njëna nga ato 3 ka lind këtu, që din me fol e me shkrujt shumë mirë, jo mirë, shumë mirë. Din si ato si kanë bërë shkollë. Ato 2 tjertë ka qenë të mëdhej, po edhe këto që janë 4 vjeç i kam mësu Shqip. Edhe binjaket, që ke 4 vjeçare, klasin Shqip. Po, edhe binjak, një qunë në i goci kam. Bravo, të rojnë, të lumt që e ruan Shqipen, të lumt. Po qatë bëjnë, ua kam mësu gjuhën që mos e harrën gjuhën, e ne kemi hikë kretë në përbote dhe Shqipëria ka ngell një plamë, si i thotë. Nuk e shefti edhe këto që bëhen luft për ato atje në Kosovë, e Veriu, ne nuk bëjmë zonë, ne si shqiptare kemi deri njëshën Sanxhak atje, si kur e kam gjua, se nuk mund të them gjona me fakte, po ne nuk themi as i fjalë për ato, as i gjë, ato për i copë aty, prapa aty dun të morin, se s'bën dun të rjepin sa të mundet. Hakim, po në Itali si është, më tregoj një qika, ka demokracia aty, a sillen mirë me ty që je emigrant, a të shohim punën apo gunën, si është? Jo, shi të them unë këtu. Italianët thot, non ti vede nessuno in faccia. Do të thot, nuk të shef kërkush më ftyrë si je. Shef si punon, dhe këtu po punove do marrish, do jetosh, a kupto. Nuk ka edhe këtu korupcion sa të dush, po nuk është në atë nivel, ta zëmë bëtë korupcioni për një rrugë, cilësin të bëjnë ato, të bëjnë të mirë e këshu, i bëjnë me ato manovrimet e veta në në tjera, dhe ma rrugën të bëjnë të manë, ose një vepër, një gjona, se janë këtë me projekte, me gjona. Pavarësisht pasaj se mund të bëjnë aty ke ato, si quhet ato tenderat, ato gjona. Edhe këtu ka korupcion, nuk diskutohet, sidomos evazion fiskal, ka sa të dush. Ti bën kështu evazion fiskale, apo s'ke pun? Ti me rogën edhe s'ke pun me këta? Po, jo, unë kam një pugon që e kam ble vetë, do më thonë punoj për konton time. Edhe unë aty evazion nuk kam qatë bëj, gjënën, po edhe si kur të kem, mundohem të jetoj me djersën, a kupto, mos gjithmonë edhe në kotën verit, edhe të shikë këtu në Itali, edhe në Shqipëri, jam mundu që mos kem probleme me ligjin, me shtetë. Shumë mirë. Kjo është e vetëm një gjë që të mbanë, sepse ligjet janë... Ligjet pastaj, ka dhe njerëz që dinë dhe shtigjet, po shumica njohin ligjet. Tani më trego diçka për faktin sa keq të vjen që e ke lënë shtëpinë tënde, e ke shtëpinë mua apo e ke shitur? Jo, shtëpinë në Bulqis, se unë në fillim kam pas prindrit në fshat, atje ku të thash unë, Lubalesh është një fshat, krajinën e Zërqanit, qofse di Zërqanit. E di. Aty afër Zërqanit është. Edhe i kam pas atje, edhe shtëpinë, 2 kaçe, gjitha i kam pas atje në fshat. Kurse vetë kam nejtë më shumë në Bulqis, kam pas një shtëpi atje në Bulqis, atë kur erdha knej e shita, edhe erdha knej. Ti në Bulqis ti kur ishte minjera, tani ka humbur, tani ka minjerë prapë, po nuk e di kush i ka tani. Ka humbur çdo gjë. Ja të them një gjë, unë kam qenë me gjeologjin dhe i kam shëtit gjitha ato malet tani ku ka gjeologji, nga Lura, në Pyll Zit Tërnov, ku është minjera sot, në Balgjaj, gjitha ndej, se kam qenë me gjeologjin, mi fjalë. Mirë po, problemi është se shtëpinë të shetë se kishim ke shtëpia. Shtëpinë në Bulqis, unë e shita për këtë arsye, se do vi një knej, se më qenë do isha akoma atje.
në atë regjim, si desha të them për këto që kemi punua ne në për ato minjerat e gjanat që janë atje. Atje kishim një, si ta them unë ty, një shoqëri dhe një bashkëpunim që sot nuk shifet, nuk e përmban kapitalizmi atë, harroja atë muhabet. Është tjetër për tjetër, komplet. Me gjitha to dhaj sistem kishte shumë të këqia, mund të themi, po kishte edhe të mira. Nuk ishte se ishte gjithë sistemi i keq. Unë s'jam për asnjë, edhe në demokraci. Le që s'ka ardhur demokracia në Shqipëri akoma, janë mrapa shumë. Janë shumë mrapa. Po edhe sikur të vite prap, se prap ekzistojnë edhe të mirat edhe të këqijat, edhe në çdo lloj